ka pas vazhdimisht sulme, jo vetëm ndaj gjyqësorit, por edhe ndaj institucioneve të tjera. Pra janë ato institucione kryesisht të drejtësisë, në këtë rast gjykata të rregullta, sistemi prokurorial, por kryesisht edhe gjykata kushtetuese. Qysh keni arritë që me amortizu gjithat sulm që ka ardhur nga nga legislativë? E para, do të thënë, ne nuk kemi friksu asnjëherë me ulë me diskutu. Dhe edhe në qoftë se ka qenë koste personale, do të thënë, unë kam diskutu me të gjithë. Dhe kjo ka qenë një vlerësim edhe prej partnerëve ndërkombëtar, sepse në qoftë se shikoni raportin e progresit vitit të kaluar, ka nota të larta për leadershipin e KGK-s. Madje ne kemi pranuar, unë personalisht, letra nga ambasadori amerikan me rastin e rizgjedhjes mandatit për gjithë procesin. Pra, ne, si me thonë, gatishmërinë për koordinim me institucionet dhe ndërprerje kemi bërë krejtësisht publike. Njëkohësisht reagimin kemi pas krejtësisht publik, por jo me hapësirën që ka qeveria. Dhe, po të me thonë tani mas realisht përfundimin të mandatit, që ne brenda KGK-s kemi qenë të detyruar që në një farë forme me bon selektim të listës kur duhet të reagojmë. Për shkak se sulmet kanë qenë të përditshme. Dhe në qoftë se ne do të reagojmë në mënyrë të përditshme, ndoshta do të përmbushim në një farë forme detyrën që me reagu. Por do të jepte kuptimi, me thonë drejtën, aq shumë sulme ka pas. Dhe në një farë forme kemi pas një zgjidhje logjike, ta themi, të gjërave, që kemi reagu vetëm në rastet kur ka pas sulme nga gjyqtarë të lartë, që kanë, si me thonë, impakt madh në publik, por jo edhe ndaj sulmeve, sepse u kriju përshtypja që se cilët që i mungon në vëmendja duhet me sulmu gjyqësorin. E çka ka qenë qëllimi kryesues që të bëhen vazhdimisht këto sulme ndaj sistemit? Kam përshtypjen që logjika është e thjeshtë. Pra, ideja për reformën në drejtësi a është reforma ajo që nën kupton me kap institucionet, sepse duket që në këndvështrimin e qeverisë në atë periudhë nuk ka pas limite. Tani terreni i zbatimit të reformës, pra e ndërtimit të reformës, o duk që ka pas shumë limite, pra shumë kufizime. Dhe me që nuk është realizu, pra edhe për thamë publikisht, nuk mund të realizohet në mënyrën se si është mendu, atëherë është dashme ndërtu në mënyrë vazhdueshme një narrativ që në sistem të gjithë janë pengus të reformës, gjithë janë pengus të zhvillimit, dhe për me ndërtu këtë narrativ, duke që sulmi ka qenë, si me thonë metodologjia me thjesht, që është krejtësisht e papranueshme. Për shkak se për se cilën komponent me cilën ne administrojmë, është, si me thonë, dera veçante e llogaridhënies. Ne dorëzojmë raport në Kuvend, kemi auditim brendshëm dhe të jashtëm, absolutisht. Kemi kontrollet financiare të brendshme që janë jashtëzakonisht fuqishme. Kemi standardet e SPE-shit. Ne nuk mund tani të aspirojmë, bëhem antar të Këshillit të Evropës, njëkohësisht i pranojmë standardet e SPE-shit për motën e performancave gjykatave, dhe në të njëjtën kohë mos i pranojmë rezultatet sipas asaj motje. Kjo nuk ka asnjë sens logjik. Pra, më duket që kur është pa që nuk mund ndodh, ajo, unë e kam quajtur atë idenë që ishte fillestare për vetëngun statistika heqgjysmën dhe legjgjysmën, kur u pa që nuk gjon terren praktik, atëherë u dashme, ndashta ju ka dash dikuj me ndërtu narrativen që të gjithë ta janë pengus. Por, me thënë drejtën, unë ndihem tepër mirë edhe si antar i KGK-s, po edhe si njëri që do të vazhdoj të punu nesër në detyrë gjyqtare, që në fakt ne kemi zhvilluar procesin 200 gjyqtarë të ri me propozimin e fundit që kemi bën sot në presidencë, sepse ka që duhet të thënë ka shku sot propozimi në presidencë pas formalizimeve në KGK-s, është gjysma e sistemit gjyqësor. Tani, unë nuk muj me pas asnjë gjykim, si me thonë, mbi edukimet as shkollë fillore, as mesme, as në universitet, sepse nuk është përgjësia jonë. Por gjykimi dhe vlerësimi jonë është që ata janë kandidatët më të mirë të selektuar në një proces konkurrent, transparent dhe profesional, me standarde krejtësisht pa krahasueshme me gjitha vendet këtu në region. Dhe kjo është, ta themi, si më thënë, edhe sfida publike. Unë do artërkis kujdo nesër që gjanë një model për me zgjedh në mënyrë më të mirë gjyqtarë. Kam përshtypjen që është prej proceseve më komplekse, sepse është tepër kompleks, është absolutisht tepër sfidues për gjithë kandidatët, por që në një ambient
situanin ku gjithçka gjykohet. Pra, ka një farë, më sa më duhet me full pak kështu pa dorëza. Dhe thënë, është e çuditshme të ne. Ka një farë gatishmërie me ndërhyj edhe individualisht të cili, pothuajse, jo të gjithë. A mos të cili gjykan për ndërhyrjen. Kjo është absurde, do thënë. Po japet mundësia, do thënë, absolutisht nuk i vjen keq për me gjetë një derë, me dhoni preferencë, me dhoni... Absolutisht njëjtit njerëzi kanë gjithditën gjykimet për gjërat. Dhe ne jemi të detyruar me ndërtu një koncept të selektimit, dhe të përzgjedhjes së gjyqtarëve, krejtësisht dhe në intervistë krejtësisht anonim, do thënë. Funksionon me kode dhe ka dhënë për fat mirë. Në qoftë unë personalisht më me qujtë vetën të realizuar në mandat kryqësuesi, arsyeja por që më vjen mend është pikërisht ata 200 gjyqtarë që mbë pjesë e gjyqësorit pa pengje, pa hipoteka, pa ngarkesa, pa referenca, thjesht si rezultat i punës tyre. A mund të ketë pos, si me thënë, qalime të vogla ndoshta në nivel të transparencës, edhe pse s'besoj, na jemi njerëz. Por është zhvillu me një standard lartë, i cili ka morë gjithë vlerësimet të ndërkombëtare dhe absolutisht kjo neve na bën me u ndihmë mirë sepse kemi mri nga brenda me realizu diçka që ishte e premtuar nga jashtë. Çka i thoni sot politikës kur po e përfundoni mandatin? Si duhet ta trajtojë Është një logjikë e thjeshtë. Të gjithë politika pa përjashtim këtu, kur flasim për drejtësinë, flasim për drejtësi pa politikë. A e vetmja mënyrë me realizu drejtësinë pa politikë është që pikërisht ata që thirrën në këtë maksim me nejtë larë nga drejtësia. Ka që thjesht është. Pra në qoftë të gjithë partitë politike që e promovojnë me zet lartë pavarësinë e gjyqësorit pa politikë, do të rrinin larë nga drejtësia nuk do të ishte politike. Pra, mos të harron asnjëri, e as gjithë bashkë, që secila përpjekje me interferu në drejtësi, në cilin do formë, nga koncepti apo nismat ligjore, deri tek rastet individuale, janë gjurmë në sistem. Pra, në qoftë se tani nuk mund të themi që është faktike, unë s'mund ta them, sepse absolutisht kom qenë larg nga gjykata, është indikative. Që po, ka pas, do të thënë, vazhdimisht, si me thënë, dhe ka vazhdimisht, fatkeqësisht, si me thënë, interese me ditë për çështje nga drejtësia. E vetëm një mënyrë me që në drejtësia pa politikë është që pikërisht që ta më najtë larë prej drejtësisë.